Në prag të festës së Fitër Bajramit në qytetin e Pogradecit ka nisur shpërndarja e rreth 3.5 tonëve ushqime për familjet në nevojë. Nisma është ndërmarrë nga Xhamia e Bubekër në kuadër të Sadaka Fitrit, një prej detyrimeve fetare që synon mbështetjen e shtresave më vulnerabël të shoqërisë. Procesi i shpërndarjes ka nisur që në orët e para të ditës me qëllim që ndihmat ushqimore të mbrinë në tryezat e familjarëve përpara festës. Paketimet përmbajnë produkte bazë ushqimore të domosdoshme për përballimin e nevojave minimale gjatë kësaj periudhe. Sipas organizatorëve, ky është një kontribut i drejt për drejt i besimtarëve, të cilët përmes donacioneve kanë bërë të mundur grumbullimin dhe shpërndarjen e ndihmave për familjet me vështirësi ekonomike. Ne tashmë kemi bërë traditë në xhamin tonë me kontributin e besimtarëve të xhamisë. Gjithmonë në fund të Ramazanit besimtarët nxjerrin atë e cila quhet Sadakatul Fitr. Sadakatul Fitr është një dhurat apo një sport e festës së Fitër Bajramit, e cila ju shkon në ndihmë njerëzve të cilët janë në nevojë. Kjo sport është një sport e cila synon të gëzojë të gjitha ato familje të cilat nuk kanë mundësi të festojnë në ditën e festës së Fitër Bajramit. Feja jonë islame është fe e cila nxit solidaritetin, është fe e cila nxit që të jemi në ndihmë të njerëzve të cilët kanë nevojë. Dhe ne në ditën e festës së Fitër Bajramit, me grumbullimin e sadakas të fitrit, bashkë me një grup të besimtarëve të cilët u angazhuan me mbledhjen edhe me shpërndarjen e kësaj, synojmë që të gëzojmë çdo familje e cila është në nevojë. Shporta e Ramazanit apo shporta e festës së Fitër Bajramit është ajo çfarë ne do të dëshirojmë të kishim blerë për familjet tona. Asnjë gjë më shumë. Duke lutur Zotin që Zoti ta pranojë këtë sadaka për gjithë secilit i cili ka kontribuar, ta pranojë, ta shtojë dhe t'i gëzojë familjet e qytetit dhe rrethit tonë. Ushqimet që ne kemi mbledhur nga Sadakatul Fitr shkojnë 3 ton ushqime, ku zërat më kryesor është miell, fasulja, makaronat, vaj, sheqeri edhe disa ushqime të tjera të cilat janë bazë për fëmijët. Urimi im është gëzuar festën e Fitër Bajramit, Zoti ju pranoft agjërimin, Zoti begatoft të çdo familje të qytetit dhe rrethinave përreth, Zoti sjell të mirësi dhe begati në çdo familje të vendit tonë. Shpërndarja e paketave ushqimore përfundoi brenda ditës së njëjtë duke përfshirë të gjithë territorin e rrethit të Pogradecit. Kjo nismë vjen si një traditë e përvitshme e komunitetit fetar që në prag festash synon të zbutë sadopak vështirësitë e familjeve në nevojë dhe të përcjell frymën e solidaritetit dhe bashkëndarje me dhjetra familje të qytetit.